Mirë, kthehemi në studio, po flasim për opozitën e re dhe opozitën e vjetër. Endri, një pyetje kam. Zoti Lape do ta mbajë mandatin apo do ta merrni ju? Nuk e di. Kjo është një pyetje që do t'ja bëni zotit Lapaj. Ne kemi një parim. Dhe parimi që ne kemi vendosur është që të garojmë me listë hapur. Kush merr më shumë vota, renditet i pari, i dyti e kështu me radhë. Po, zoti Lava është i parë apo në listë? Për momentin është më i votuari dhe besoj që kështu do shkojë deri në fund. Dhe ju jeni i dyti. Unë jam i dyti. Zoti Balla, kam shumë që po vdes fare. Mos di shumë çfarë. A do vlesh apo i ndryrë? Patjetër. Okej. Kur tentoj të kuptoj sjelljen e Partisë Demokratike, po i ngre topi dhe Henri që kam këtu dhe një kritik misor dhe Henri që mund të mos përsëritën gjëra të tilla në të ardhmen, nëse do jetë mundur. Unë shoh simptoma që shfaq Partia Demokratike të ngjashme kanë partitë e vogla. Pavarësisht se pretendojnë dhe tentojnë të jenë ndryshe nga Partia Demokratike, por në thelb, ja do ta them tani, janë në njëjta gjë. A. Çfarë u vure tek strategjia elektorale e Partisë Demokratike? Një megalomani e zotit Berisha për të mos bërë koalicion me askënd, që e identifikohet si kundërshtar të sotëm ose të kundërshtar të së nesërmen, duke menduar që torta e pushtetit o merret e gjitha vet ose dilema keqe, edhe bëri fushat kundër tyre. Prit. Bëri edhe fushat kundër tyre. Analizojmë partitë e vogla. Duke filluar nga Henri këtu, Lapaj, Qori, edhe Basha po duash, megalomi e madhe në përstudio duke deklaruar se sa mandate do të marrin duke humbur sensin e realitetit se si e kanë në terren. Me këtë logjik do të përmbysin parlamentin. Jo, do të çojmë zgjedhjet para kosh. Para kosh, me ka sa të duash. Nuk do fitojnë asnjëherë, nuk do fitojë Rama. Fitojnë, kushtozojnë, ka sa të duash. Nuk do fitojnë. Ai kolegu jot ishte me 70 mandate. Dhe ne brenda vitit sa do ta çojmë zgjedhjet para kosh. Nuk më prish mesazhin. Jo, do ta them, jo do i di në fund. Jo të dëgjova, di në fund mesazhin. Ta mbaroj dhe më kundërshto. Nuk ka insinuanca. Megalomani është Endri. Fakti që nuk bëre një koalicion dhe ashtu po e çështën zgjedhjet para kosh. Dhe sot ishin në situata të tjera, ja si përfundua duke gryer njëri tjetrin. Kështu përfundoi edhe Partia Demokratike, e cila po të kishte një koalicion me të vetit në radh parë dhe me ju sigurisht situata do ishte shumë ndryshe. Pra, simptoma është e njëjtë. Shkojmë ke elementi i dytë, zoti Balla. Se s'kemi shumë. Ne kemi diskutuar bashkë, zgjedhësit në këto zgjedhje, të gjitha sondazhet e tregojnë, kanë filluar të gjykojnë cilësitë e kandidatëve më shumë se partitë. Deri në zgjedhjet e më përparshme ishte partia që predominonte, se ishte me listat mbyllura. Zgjedhjet kanë filluar të japin prioritet cilësisë kandidat. Shikoni cilësitë e kandidat që ka Partia Demokratike. Të gjithë besnikët i futi lista sigurt. Dhe kandidatët që janë më mirë sot. Nëse djali Fari Balliut ka dalë që gjunte raketa letre deri ditën e premte. Ka dalë dhe ka thënë sot duhet të reflektojmë për humbjen. Nëse ka dalë Bujar Leskaj, që se ka pa njërin fushat në Vlorë, ka dalë sot e ka thënë në mundi Putini, atëherë kjo të tregon që ndoshta thellë mund ketë akoma në shpresë rilindje. Po jo, po ti e di, besnikët godasin parët. Po besnikët godasin parët. Po ata godasin parët. Nuk po hym kësaj, se kjo është temë vete. Elementi i dytë pra, ke cilësia e kandidatëve, edhe PD-ja gaboi, edhe partitë e vogla, tek cilësitë e kandidatëve gabojnë. Po ju shumicën e listës i mbushet me kushrije, me çunateze, me komshim orë. Vazhdoj me fundit. E fundit e mbylla. E fundit e mbylla. 3 pika janë të treja. Ore po 3 pika e mbylla unë. Vazhdo, jep. E mbylla dhe ti je dakord me mua, po thjesht do të jo, nuk pëlqen që ke shumë pika, dakord, po i ke shumë 1 2 3 4 5 6, kemi minuta. E mbylla mo 3. Pra strategjia 1, cilësia e kandidatëve 2 dhe e treta lidhet me aspektin që ka të bëj me mënyrën se si ju qasën elektoratit në terren nga pikpamja e tezave dhe artikulimeve që ngritet. Okej. Të bëj vetëm një ndryrje. Jo, nuk do bëj askush ndryrje. Të dy, është shumë të vllata se ti. E para po e marr me borë si diktator këtu s'do bëj askush. Nuk ke moderator. Jo, se duhet të kem mandatin, që mandati nuk e merr as Endri as Lapaj. Edhe nëse do ta marri dikush kjo nuk është normal. Ne do na duhet shumë kohë që njëri nga këta të dy ta shikojmë parlament. Sepse para këtyreve janë 12 të tjerë që do kalojnë mandati. Dhe është një procedurë që ndodh në parlament që derisa të digjen ata të 12 herë 2 javë, por do ikin një vit që të vi rralla o ke Lapaj,
Oke Shabani për të marrë, sepse këta kanë listën e mbyllur, duhet të digin listën e mbyllur. Nuk të ashtë menagjoj emisionin tonë tani, ose mos më këto, mbaj këta se këta i ke për natë, mbaj për natë, për sa ko më ke fëtuar, më jep për natë, por nuk është normale kjo. Tani, mu tha këtu, që ne cilësin e kandidatëve kemi si Berisha, sepse Berisha ka besnik. Qa besnik është? Berisha ka konkuru me bunker. Në bunker ka fut në traste 12 njerëz, të cilët i thot votusit, o do e marrësh gjithë trasen, o nuk e opcion tjetër. Ne jemi me garë të hapur. Tani thuhet këtu, nga një njëri që e nje shumë mirë këtë proces, që ne pas i fut familjarët. Zotri, të gjithë kanë dhënë dorëheqje. Në këtë moment që flasim, kanë dorëzuar dorëheqje. Nuk vlen ligjërisht. Kanë dhënë dorëheqje. Të gjithë ata që ne kishim futur ke lista e mbyllur, në këtë moment nuk janë më kandidatë. Nuk është fakt. Pra, një sekond. Pas kanë qenë. Dhe që do të thotë, nuk do vinte kur radha tek Zoti Lapaj, te unë dhe këtë tjerë që ishim në lista hapur, nëse ata nuk do të qëndrojnë dorëheqjen. Mund ta verifikoni, janë dorëzuar në KQZ. Po kjo është diferenca kryesore më burë, sepse Berisha me Ramën ka konkuru me listë të mbyllur, ne kemi konkuru me listë hapur. Nuk po i me cilësi tjera kandidatëve, sepse unë nuk besoj që kandidatët tanë janë besnik në dikuj, sepse kemi garu hapur me kandidatët tanë. Elementi tjetër, u tha këtu që ne kemi megalomani e tjere tjere. Unë kam thënë këtu në këtë studio. Disa për ju, shjo ju. Po unë ta që do flasë për vete, unë i mbrojt gjithë ripë do flasë për vete. Unë kam thënë në këtë studio që ne kemi mundësin të zbresim Edi Ramën me 3%. Dhe nga 73 mandate, ta qojmë në 70 mandate. është kjo që kam këto keni thënë, po. Pra, që do të thotë, aspirata ime, optimismi im ka qënë që ne të marim 4 mandate, të hymë në parlament, duke i pa mundësur Edi Ramës qeverisjen dhe duke inkurajuar nga ty një rebelim të brëndshëm. Është tekstualisht mund zirë një vitën që kam thënë. Po e di më e ditë, s'ka nevojë ta nxjerrë se këto ke thënë. Unë kam menduar që këto 70.000 vota do bile do bashkoheni ndoshta brenda. 70.000 vota do prodhojnë 4 mandate. 70.000 vota kanë prodhuar një mandat për shkak të anomalisë së sistemit. Vjen keq që kam qenë kaq optimist, do jem optimist prapë, sepse është përgjegjësia çdo njeriu që merr në politikë që të jetë optimist. Çdo njeriu që i merr të tjerë për dorë dhe i thotë ecim përpara, që të jetë optimist. Po çam prisni unë, vi këtu dhe i them njerëzve ky vend s'bëhet. Ti them që mos u bëni kot. Jo shumë, unë prandaj tjera, unë prandaj tjera. Megalomani thotë është që unë jam i vetmi, vetëm unë e bëj Shqipërinë, s'ka njëri tjetër etj. Ai kolegu kjo që as nuk keni dëgjuar nga unë. Kemi thirrë ato. Po sosha ai ka mendën e vet, ta argumenti i tretë këtu diskutuar që apo flasim që të bashkohen edhe se ka për koalicionet dhe më akuzohet një njeri, i vetmi njeri që ka bërë koalicion. Pra thuhet që ju su bët bashkë, ju su kryet koalicion, nuk unë kam kryu koalicion. Me kosto, me që më pyte, edhe me sinceritet plot, me kosto, kam dal nga sondazhet, sepse normalisht vendosur në Adriatikun të parin, jam vendosur në hije, s'ka asnjë problem, sepse unë nuk kam hyrë politikës për të bërë dikushi. Kam menduar që kjo është gjë e durë për të bërë. E kryun koalicionin, na vlerësuan qytetarët, kemi dal partia tretë. Po të ishim përçar, po të kishim dalë veç e veç, ato votat nuk do i kishe parë, do i kishe parë të shpërndara. Po Martin, shpejt, vetëm shpejt se mos unë. Më akuzosh për këtë gjë. Nuk ka akuzë, ne u bëjmë bisedë, ka kritika maksimum, akuza nuk ka. Ne s'po akuzojmë doktorin. Tani, jo vetëm instinkti politike human, po unë jam i bindur që Endri dhe partia e tij, po të gjithë këta duhet të përkrahen, sepse këta kanë bërë një gjë shumë të rëndësishme në këto zgjedhje. Këta kanë thyer, le ta themi me dhunë, një sistem shumë të mbyllur të dy partive të mëdha. Dhe për të dalë tek fakti që ne i akuzojmë edhe sot për ato listat e hapura dhe të mbyllura, ajo ishte thjesht një taktik elektorale dhe këtu është mbyllur me kohë, po s'ka pse të hapet tani sidomos. Dhe këta duhet t'i inkurajojmë, gjanëm edhe vetë Edi Rama sot. Ja, tani gjë në fakt. Në fakt, Edi Rama sot i cili foli për fitoren, në fakt kishte një goxha kompliment për partitë e reja. Ta ndjekim. Unë duhet i përgëzoj udhëheqësit e partive të vogla opozitare, të cilët bën betejë e tyre, jo të lehta, dhe i mbijetuan presionit jo të vogël të ajrit mes forcave të mëdha kryesore. Uroj që të mos ecin mëtej në gjurmët e opozitës vjetër dhe të falimentuar totalisht, po të gjejnë mënyra dhe të gjejnë durimin për të rritur si alternativa
dhe jo si volume zanore në mexhelisin ton politik. Endri, atëherë një urim vetë ishte nga Rama dhe për partitë e reja. Ju sulmoj gjatë fushatës, por tani që e pa që e një realitet, ju ngreti topin. Nuk e dja, ju ngreti topin, ju shtriju dorën, po nuk e di cili do jetë pozicioni juaj ndaj pozicioni i opozitës së re ndaj qeverisë. Do t'jetë një qëndrim i ri, një opozicion tjetër, pasi me thënë vërtetën, nuk kemi një shpres nga grupi i mbyllur i Partisë Demokratike që shkruan në parlament të ofrojë diçka më ndryshe përveç grushave dhe shkelmave. Besoj që nuk merre me individin, po merre me politikanin, me kryeministrin, i cili ka ngritur një rrjet merimange që ka penguar progresin e Brezit ri. Kështu që çdo që thot ai asgjë s'ndryshon, sepse asgjë s'ndryshon nga fakti që trinj kur duan të futen në një biznes, do përballen me monopole që i kanë fije deri ke zyra ish Komitetit Qendror. Kur duan të futen në një punë në universitet apo në spital, prap gjithë fijet nepotike edhe të korrupsionit shkojnë drejt zyrës së Edi Ramës. Kështu që ne do vazhdojmë të njëjtën betejë, sepse është një betejë për Brezin e ri, brenda parlamentit, jashtë parlamentit, brenda këshillave bashkiake, jashtë këshillave bashkiake, në media, në rrugë. Kjo është betejë, është një betejë për shanse të barabarta. Dhe këto shanse barabarta nuk mund t'i kemi ne si Brez pa shtruar rrjetin e Merimangës që kreun e ka te Edi Rama. Endri, mendon që PD-ja dhe Partitë e Reja duhet gjejnë një ur komunikimi, pasi shikoni si jeni në parlament, jeni në një... Duhet ta bënte falënderimin edhe më të madh për Partitë e Reja, dhe të paktën unë jam nga politikanët e Partisë Demokratike që i kam mbështetur forcat e reja, edhe nismën e Endrit me Adriatikun dhe Shejajn, edhe Qorrin, pa tjetër, Shqipëria për mund të ketë sa më shumë forca, prandaj jemi demokraci dhe populli të ketë mundësi të zgjedhë kush është më i miri, ta votojë të marrin 71 mandate. Por pa dashjen e këtyreve dhe as nuk e çoj në përmend që ka pas një tendencë për këtë gjë, ky lloj sistemi me votat e të gjithë forcave të reja që nuk arritën dot të marrin mandate, e kanë shtuar Edi Ramën me 10 deri në 13 mandate. Prapë e le fajin këtyre. Jo sistemi zgjedhor. Jo sistemi që ka bërë Sali Berisha. Sistemi po them. Ke humb 9 mandate ti mo Endri. Sistemi. Keni humb ju 9 mandate. Kush e ka bërë Tash ti ta mbaroj un, pastaj vazhdo fol ti. Nga mëngjesi deri ndarkë sa të dush. Kush e ka bërë sistemin? Të mbaroj un. Berisha me Edi Ramën. Të mbaroj un. Po mi shko ti dhe ndryshoje më burr. Ai ke vota për ta ndryshuar. Shko ndryshoje. Indirekt forcat e reja nuk e pas ka sistemin ka prodhuar socialiste me 10 në 13 mandate. Dhe ky është fakt që nuk e mohon dot askush. Mund të ketë marrë dhe Partia Demokratike për shkak të sistemit 3 mandate, por ka marrë Partia Socialiste 13 mandate. Dhe kjo është ajo që ka ndodhur. Kjo është ajo që ka ndodhur. Vetëm nga partitë e vogla. Po jo më se si pas ka marrë vetëm nga partitë e vogla. Po jo vetëm nga partitë e vogla. Po formula Mërzoti Balla që ato 8.000 vota në Fier, nëse nisma Shqipëria bëhet nuk e merr mandatin, nëse nisma Shqipëria bëhet nuk e merr mandatin. Po si u bë një mandat në 3. Bashkë me votat e diasporës, ato do shkojnë dhe do t'i përforcohen pësës për t'lujt për mandatin e 13. Por zotri, pra, thelbi është... Po ato 3 tjera t'jo është kyë, 3 tjera t'jo është kyë me 5.000 vota, po t'kehu 3 mandate, kanë shku direkt mandate mësujet e pësuja. Nëse në Vlorë, dy forcat e reja, ta dhe mundësia, kanë marrë nga 5.000 vota, dhe forcat e tjera nga 1.000 nga 2.000, nuk do marrë një mandat, to vota me formull, shkojnë në logaritën forcës të të madhe në qarë. Nëse Berisha nuk do ishte në zgjedhje, ne do të kishim 71 mandate. Po i që më rendri, votojë më shumë se Berisha, edhe i që, përma duhet t'i një që votojë. T'i ka marrë 1.000 vota, sa në në ideja po ndekë logikën vota. është veri pritë. Endri, kam vetëm një vjetë punë. E shikoj, Endri, Zoti Shabani, e shikoj që urat e komunikimit me temi me opozitën veterane... Nuk ka komunikim të atë. Unë kam një pyetje. 3 mandate, Doshi, një mandat ju, 4, një mandat Qori 5, po flasë janë situatër edhe 2 mandate Shejaj 7. Grup parlamentar, në bazë regulore s'ku vendit, 7. Unë kam bështimin që edhe 7 do përqajnë si koalicion që ishë të forca. Po një sekund, pa dakor. Ti shkon dërge grupi. Unë them këtë, jeni 7, nuk keni, e thashtë editorial, nuk këse keni shumë lidhe me njëri tjetër.
pa tjetër, sidomos me zotin Doçi e tjetër. Por, bëni 7, bëni një grup parlamentar, mendoni që, ose të paktën, mendimin tuaj, mendoni që të paktën duhet mbyllin njërin vesh, duhet mbyllin një flegër të hundës, duhet mbyllin njërin sy, dhe ndoshta në emër të asaj të ngritet se një fidanishte e tre, të një opozite të dytë, ndoshta duhet pragmatizmi të shkeli deri ku dhe ca parime tjera. Përveç Tom Doshit, që nuk ndajmë asgjë, unë besoj që të gjithë të tjerët, pra duke lënë Mjan Berishën, duhet gjenë mundësim për të bashkëpunuar. Unë jam në Këshill Bashkiak. Në Këshill Bashkiak unë kam bashkëpunu me Ilir Ali Mehmetin, kam bashkëpunu me... Ilir Ali Mehmeti është i PD-s? Po pra, po. Pra ju bashkëpunon me PD-n? Po jo me Berishën. Po jo me Berishën. Se unë s'kam problem me PD-n, vëlla. Unë kam problemin me familjen Berisha, familjen Rama, të cilët kanë marrë peng Shqipërinë. Tani unë këtë kam bindje. E ka treguar ai. Kjo është ajo që Berisha Shqipërinë, se jam shumë kurioz. Po ta shpjegoj. Do ta dish vetëm shpejt, se duhet ta mbyllim. Fakulteti bashkëpunon me Ilir Ali Mehmetin dhe thua unë nuk bashkëpunoj me Berishën. Ilir Ali Mehmeti, qëndrimet që mban Këshillin Bashkiak janë qëndrimet... Jo, nuk janë porosit Berishës, se ne nuk ecim me porosit, janë qëndrimet politike të Partisë Demokratike. Dhe ka shumë veprime opozitare që ne punojmë bashkë. Si funksionon çdo forcë. Dhe jo si ju që mas 3 ditëve ju do jeni dy krerët që do... Ja po ta themu që Ilir Ali Mehmeti... Ja po ta themu një gjë. Ilir Ali Mehmeti doli në Këshill Bashkiak dhe tha të mblidhet urgjenta sepse po shkel qeveria ligjin se nuk po shpall zgjedhjet parakohshme për Bashkinë e Tiranës. Se dëgjova këtë nga Berisha. Ka dalë unë i pari. Po dakor. Pastaj ka dalë Ali Mehmeti. Po dakor. Po nuk e dëgjova. Po pra, këtë po thot. Është detyrë e Ilir Ali Mehmetit ka qëndrime politike, por ka dhe këndvështrime të gjë. Ndërkohë nga zoti Berisha nuk e dëgjova këtë gjë ta thot. Deri tani. Me ata të rinj që janë në parlament. Atëherë po që dhem përgjigje për ta bërë. Me ata të rinj që janë në parlament duhet kriju një front i përbashkët. Gjithmonë për secili me identitetin e vet. Se mund të ketë rrjedhje nga demokratët. Nismat përbashkëta, projekt ligjet përbashkëta, komisione hetimore. Ky është funksioni. Prandaj çon njerëzit, prandaj na kanë votuar njerëzit që ne të shkojmë atje në parlament dhe të punojmë në këtë drejtim. Ky është thelbi. Pastaj i takon atyre që do jenë në parlament për ta bërë këtë. Endri, shumë faleminderit që sot, ndjes se ndonjëherë po tu duken si akuza, nuk janë akuza, janë kritika. S'kam asnjë problem për akuzat. Tashmë që ju jeni një realitet elektoral, ne kemi në emër të milionit publik, kemi të drejtë t'ju gjykojmë. Besoj, ideja që nuk ju njohim më mbas këtyre zgjedhjeve bie. Tani keni vetëm për detyrë të na bindni që jeni më të mirë se s'kan menduar qytetarët. Shabani, faleminderit. Edhe ti duhet ta thrasësh më shpesh, unë jam gati t'ja lë vendit. Indrit, të faleminderit shumë që isha, e di që është moment shumë i vështirë, nuk është e lehtë përbashkë me opinionin publik. Faleminderit shumë që vjen si gjithmonë. Indrit Hoxha, faleminderit Lami për kritikat e mprehta. Faleminderit Martin. Shihemi nesër në orën 8 deri atëherë nga Mosovul Balla. Natën e mirë.